Diskriminimi i veriut të vendit në investime dhe përfaqësim është një politikë përçarëse që ka pasur vetëm qëllime të qarta elektorale dhe ndasie, me një dëm të pallogaritshëm. Këto problematika bën bashkë në mirëditë qytetarë dhe aktivistë nga mbar trojet shqiptare, nga Gjirokastra në Mitrovic dhe diasporë, në një aktivitet të titulluar Kuvendi i Veriut. A ka ndokush nga ju që nuk ka një familjar të tij në diasporë? Apo që nuk ka më shumë se gjysmën e farefisit të tij në diasporë? Sigurisht, unë besoj se jo. Por a ka ndokush nga këtu që e ndan diasporën në të majtë dhe djathtë në katolik dhe musliman? Nuk besoj se jo. Unë nuk besoj se ka një të vetëm që mendon se diaspora ka qenë problemi i Shqipërisë, përpos se vetëm ajo që ka mirëmbajtur Shqipërinë, dhe jo vetëm në rrafshin ekonomik, pra të familjeve, por edhe në rrafshin kombëtar ekonomik. Dhe shumë më thellë se kaq, edhe në rrafshin e organizimeve patriotike. Unë shikoj vetëm institucione që sundojnë mbi drejtësinë, mbi ekonominë dhe sidomos institucione neokomuniste që sundojnë mbi jetët tona, deri te jetët personale duke ndikuar te përçarja. Megjithatë, kjo është një frymë përcjellëse, sepse ju e dini më mirë se sa unë që edhe komunizmi ka patur gjithmonë teorinë dhe praktikën për çfarë sundo. Të gjithë jemi të përsekutuar, të gjithë jemi të dështuar, të gjithë jemi domethënë qeveria dhe në përgjithësi politika ka punuar keq për krejt Shqipërinë, po ne si veri më duket se na kanë lënë një çik menjon dhe vendosëm të rrasim Kuvendin e Veriut. Duhet t'ju themi atyre mjaft kemi dhuruar boll edhe duhet të shohim përtej interesave tona edhe interesin kombëtar. Infrastruktura ka me pak më mbrapa, është e vërtetë, është shumë më rëndësi është me mujt pak një buxhet veçantë me dhënë këto 10 vitin e ardhshëm për shembull qeveria, se veriu i Shqipërisë ka rol edhe rëndësi të madhe për turizëm, edhe për blegtori, kështu që është shumë e nevojshme dhe domosdoshme mu investu veriu. Ky kuvend do vërin disa pika mbi tradhtinë e politikës shqiptare që për 35 vjet. U larguam nga diktatura, po kaluam në tradhti kombëtare. Pjesa edhe gjithë shqiptarëve duhet të reagojnë, jo vetëm për kuvendet dhe për protestat, se këtu tradhtia është ulur këmbë kryq. Përfaqësuesit në kuvendi bën apel qeverisë të mos investojë në përçarjen e shqiptarëve, por të ketë drejtësi në përfaqësim dhe shpërndarjen e investimeve madhore, ndërsa paralajmërohet për shkallëzimi i këtij reagimi nëse nuk do të ketë reflektim.